betejë e madhe e Bedrit. E madha, unë nuk di pastaj besimtarët a kanë pas numër më të vogël se këta pjesëmarrës në ndonjë betejë. Zgjedh ti. Në pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u ngrit me brohoritje, tha kumu ila jannatin arduha as-samawati wal ardh. Ngrituni ka xheneti gjerësia të cilët është saqie e tokë. Kto është dita e dallimit, betejë e dallimit. Për lufton me një anë janë pala e tauhidit që besojnë Allahun një, pala tjetër që besojnë zotrash. Në jetë për çështje të ndryshme është mirë mjalon ekspertit të çështjes në fjalë. Që do të thonë nëse lidhshmëria e njeriut, e besimtarit me Allahun është e fortë, edhe bën atë që ka brenda mundësive të vete për me ndihmu fejnë e Allah, Allah do të ndihmon në momentet më të vështira, atëherë do të fiton cilësia kundrejt numrit. Pozita e lutjes në jetën tonë do të kenë një pozitë shumë e rëndësishme. Jemi në muajin e Ramazanit, nuk është më prioritare që ne të shfrytëzojmë këto net të bekuara që ta lutim Allahun inshallah. Kish me pyet dikush prej nga u gjetën jehudët në Medinë. Prej ka? Pse erdhën jehudët? E kam prit. Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahun e falenderojmë mbi pejgamberin ton Muhammedin, salavatet më të përzemërta i dërgojmë. Të nderuar vëllezër dhe motra, ju që e ndiqni podcastin ton në mexhlis, jemi në mexhlisin e dytë në muajin e bekuar të Ramazanit. Do të flasim sonte për betejën e Bedrit, për porositë nga kjo betejë vendimtare, e cila ka qenë betejë diferencuese mes të vërtetës të asaj që quhet e kotë. Për të biseduar për porositë dhe mesazhet nga betejë e Bedrit, sonte kemi Safir Hoxha nderuar, magjistrin Ali Efendi Shabanit, e cilët i shprehim mirëserdhjen. Mirësegjet. Hoxha nderuar, faleminderit shumë që u përgjigjet pozitivisht në ftesën tonë. Edhe shpresojmë se do të kemi një bashkëbisedim të bukur dhe të dobishëm për vetë neve dhe për ata që na ndjekin në përmjet ekraneve televizive. Fillimisht, hoxha nderuar, muaji i Ramazanit është muaji i ndryshimit, në të cilin ne duhet të ndryshojmë vetveten ka ajo që është më e mirë dhe më e dobishme. Sa mendon se besimtarët në këtë nënqiell, në vendin ton, janë të vetëdijshëm se efektet e Ramazanit nuk duhet të kufizohen vetëm brenda muajit të Ramazanit, por duhet të mbesin edhe jashtë Ramazanit. Pra ne, si besimtar musliman, muajin e Ramazanit e kemi një muaj të agjerimit, po edhe, siç theksove, të ndryshimeve në vetët tona. Mirë po, këtë duhet të konsiderojmë ne si një shkollë. Si një shkollë ku ne edukohemi, s'pari edukohemi, mund të edukojmë ushqimin tonë, e kemi urdhër prej Allahut, të agjerojmë, të abstinojmë nga ushqimet, pijet gjatë ditës, edhe mund të hajmë natën. Vetëm këtë hap kur e bën besimtari, e tregon një dëshmi e madhe se ai mund të ndryshojë në shumë gjëra. Ky ndryshim duhet të reflektohet ai edhe në moralin e tij. Jo vetëm të agjerojnë, domethënë të agjerojnë vetëm stomaku, po duhet të agjerojnë edhe gjymtyrët e tij, edhe krejt gjërat që me të vërtetë të merr një kuptim të përfshirës ky agjerim. Kështu domethënë të jetë një periudhë edukuese ku ai me të vërtetë i merr do parime në jetën e tij, ti praktikoj në jetën e tij, edhe këtë ta shfrytëzoj këtë muaj si model për muaj tjerë. Mos të jetë vetëm për kufizohet vetëm këtë muaj, po këtë ta kemi si një edukim. E pastaj të reflektojmë edhe në muaj tjerë. Një lloj stërvitje para përgatitje që pikërisht energjinë pastaj edhe 11 muaj tjera të vazhdojmë në të njëjtën mënyrë me të njëjtin nivel të adhurimit dhe të njëjtin nivel të... Po, kishte me qenë edhe shumë mirë se kur reflektohet në muaj tjerë, me të vërtetë ti dëshmon se këtë e kam obligim në muaj tjerë, nuk është si në muajin e Ramazan, mirë po të reflektohet ajo edhe në muaj tjerë. Kjo me të vërtetë dëshmon se
sinqeritetin e besimtarit që e ka pas në atë muaj. Betejë e Bedrit ka ndodhur në muajin e Ramazanit. Pikërisht në ditën e 17 të muajit të Ramazanit. Dhe Kurani e quan këtë betejë Yawmul Furqan, dita kur është ndarë e vërteta për asaj që është e kotë. E kam lexuar një koment të një dietari i cili thoshte se në këtë betejë shfaqet në mënyrë të përkryer baraspesha, ekuilibri mes përgatitjes, mes të ta'atu min kuwa, atë sa ke mundsi, dhe mes asaj që quhet mbështetje tek Allahu subhanahu wa ta'ala. A mundi me elaboru pak asë këtë? Edhe pse kjo betejë e Bedrit ishte spontane, ata nuk ishin përgatitur për të zhvilluar një betejë, po ata kishin dalur për ta rikthyer, karavanit të Ebu Sufjanit, i cili pothuajse gjithaj pasuria atij që ishte me të ishin pasuritë të këtyre muhaxhirëve që bën hijret nga Mekka për Medinë. Edhe ata kishin dalë për këtë karavan, nuk kishin ndonjë përgatitje, edhe numër, ka qenë dalja vullnetare. Edhe mirë po, këtu është një gjë që duhet ta theksojmë, sa ata kanë dalur. Edhe është alarmu Mekja se rrezikohet ky karavan. A kishte kapitali i Mekasve. Nëse humb, Mekasit do të pasonin shumë pasime, domethënë të mëdha ekonomik. Andaj ata për ta shpëtuar këtë karavan kanë marrë një ushtri 1000 veta për të ardhur. Është interesante për këta që kanë dalë kanë qenë 315, 316 ashtu aty afër. Muslimanë, ushtria. Po, kanë dalë për këtë karavan. Mirë, po tash në ndërkohë marrin informata se po vjen një ushtri, nuk bëhet fjalë për karavanin. Karavani shpëtoi. Vjen një ushtri me 1000 veta, domethënë 3 fishi i këtyre që ishin prezent. Çfarë po duhet të theksoj këtu? Domethënë se kjo betejë në gjuhën arabe quhet Ghazwatul Badr al-Kubra. Betejë e Bedrit e madhe, betejë e madhe e Bedrit. E madhe, unë nuk di pastaj besimtarët a kanë pas numër më të vogël se këta pjesëmarrës në ndonjë betejë. Me numër shumë më të vogël, po quhet betejë e madhe. E madhe dhe madhështore. Si kjo, pse ka pas disa gjëra që janë bërë. Po vjen ushtria, 3 fish më shumë. Si s'ka ndodhur prej asnjërit dezertoj. Asnjëri. Kjo është me vërtet vendosmëri. Pastaj kjo anëtar të përgatitur për betejë këto kanë dalë. Po, këto nuk kanë qenë dy deri kanë pasur. Ekspeditu shtarake e përgatitur në mënyrë modeste. Edhe ndodh ajo që ndodh, më thonë Allah subhanahu wa taala është mirë ta dinë besimtarët se bota si do të shikon. Këto e dim na me çfarë qëllimi kanë dalë, ta kthejnë hakun e vet. Mirë, po bota mund të shikojë ndryshe. Nesër do ta përshkruanin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe sahabët se ju del prit karavanave. Allah subhanahu wa taala nuk ja lejoi këtë. Andaj i tha e la të zgjedh pejgamberi vet. Wa idh ya'idukum Allahu ihda ta'ifatayn annaha lakum. O pejgamberi, Allahu t'jep të zgjedhësh prej 2 grupeve të Ebu Sufjanit dhe kif që po vinë tash me luftë. Cilën ta zgjedhësh annaha lakum, do të jetë juaj. Unë do t'ja mundsoj ta realizoni ti. Mirë po, çka duhet me pasti parasysh nëse shkon ka Ebu Sufjani është dunjaja. Nëse kthehesh ka ki grupi që po vinë me luftu është xheneti. Zgjedh ti. Në pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u ngrit me brohoritje, tha qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard. Ngrituni ka xheneti gjerësia të cilët është sa qiell e tokë. E lanë Harun karavanin e Ebu Sufjanit. E tash kjo betejë ishte beteja e parë në Islam që po nxjerrin shpatat nga këllëfët për të luftuar tauhidin me shirkun. Kjo është ajo më e madhe me të kot. Ai po, domethënë, Yawmul Furqan që e cekët, këtu është dita e dallimit, beteja e dallimit, domethënë, për lufton me një anë janë pala e tauhidit që besojnë Allahun një, pala tjetër që besojnë zotra shumë. Andaj kjo betejë zë një pozitë
edhe pse nuk ka numër shumë më pak, zë një pozitë shumë të lartë, pozitën më të lartë prej betejave që ka zhvilluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj quhet dita e dallimit. Betejë e dallimit. Në këtë betejë muslimanët nuk kanë dalë të papregaditur. Atë sa kanë pas mundësi e kanë përgatit me atë pritshmëri që e kanë pas se do të jetë një karavan. Prandaj edhe nuk ka qenë përgatitje atje, por ajo që le përshtypje është që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i konsulton ashabët, pas që e kupton se të ballafaqon me një ushtri shumë të madhe, e bën konsultimin. Edhe fillimisht ju drejtohen ensarve, ndërsa përgjigjen muhaxhirët, ne jemi me ty o i dërguari i Allahut, do të vazhdojmë. Po, ka dash përgjigjen ta merr prej ensarve. Po. Atëherë Saad ibn Muadhi radhiyallahu anhu thotë, sikur neve na ke për qëllim, o i dërguari i Allahut. Më thonë, e ka nën kuptuaj. E ka nën thonë. Shikoni, në regjim, pejgamberi alayhis salatu wasalam nuk ka nevojë të konsultohet. Pejgamberi i shpallet prej Allahut. A ka nevojë shpallja Allahut? Mirë po Allah subhanahu wa taala këtë pejgamber e ka lënë në planetin tokë. Edhe ja bën të rrjedh ajo natyrshmëria ku jetojnë këta. Sa Allah subhanahu wa taala nuk ka nevojë, më thonë, pejgamberin e tij ka dërguar i shpallit atij, mirë po megjithatë e lën natyrshmërinë e një shoqërie. Në këtë rast, edhe në raste tjera, ky pejgamber ta ketë, më thonë, prej misionit vet të këshillohet me sahabët. Edhe Allah ka mbledh si traditë pastaj kur nuk është pejgamber. Edhe pas pejgamberit, ashtu pas pejgamberit. Edhe kjo është e rëndësishme. Edhe Allah subhanahu wa taala i tha washawirhum fil amr, ti konsulto me ata për do çështje që keni. Edhe këtu e kemi, domethënë, edhe një rast, edhe pse në zinxhirin e transmetuesve ka bisedë pak të muhaddithët, megjithatë shumë prej dietarëve e marrin këtë si shembull për ta dëshmuar këtë konsultimin e pejgamberit alayhis salam me sahabët në raste të ndryshme. Po edhe ka edhe elemente tjera. Kemi me rastin me Hubab ibn Mundhirin, i cili ka thonë ja Resulullah, këtu ku ndalëm ne, a është prej shpalljes? Do të thonë, a është prej shpalljes apo vetë mendim, se lufta, do të thonë, lufta duhet me pas strategji, duhet me pas. Pejgamberi alayhis salam thotë, jo, mendim kështu, vetëm spontanisht u ndalëm. Jo, thotë, ta vendi atje te ujnat, ku janë? Të burimet është më strategjike për neve. Më thonë, ja ka marrë mendimin Hubab. Edhe këtu është një mesazh që e nxjerrim nga kjo, se në jetë për çështje të ndryshme është mirë mi alon ekspertit të çështjes në fjalë. Ai që është, më thonë, kompetent, ka kompetent për atë punë, është mirë atij mi alon, mos më dal dikush tjetër. Siç thotë Allah subhanahu wa taala për çështjet e fejes, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetni ata që dinë në çështje që se dini. Edhe këtu në këtë rast kit ka tregu se jeta na mëson përvoja, do thonë, është shumë punë e madhe. Jeta të mëson gjëra të ndryshme. Edhe tash këtu në luftë bëhet fjalë për jetë dhe vdekje. Duhet mi pas parasysh çdo gjëra, jo vetëm të shkon ashtu. Jo, e tash Hubabi ka tregu këtu një farë zotësie të tij, një strategji ushtarake, se atje është më mirë pozita, ta zënë atë pozitë se sa ku ishin aty. Edhe këtu, domethënë, me pejgamberin alayhis salam një konsultim edhe kjo do të ka qenë një prej shkaqeve që edhe të kurin sukses, fitoret, nga dhënien edhe kështu me konsultimi është një parim kuranor. Allahu Kur'an thotë wa amruhum shura bainahum. Ata mes veti konsultohen. Edhe ajeti që cituat ju shawirhum fil amr. Po ashtu këtu është shumë e rëndësishme që pjesë e përgatitjes për betejën ka qenë edhe me i masku nga vinë. Ti din se kur del Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me njëri prej ashabëve në vëzhgim, ta shikoi deri ku ka arritur ushtria, takohet me një beduin i cili i pyet nga jeni ju. Dhe pejgamberi ju përgjigjet atyre, ne jemi prej ujit. Ai ka menduar se është nga fisi, një fis që ka pasur elma, ka menduar se nga ai fisi, pejgamberi ka thënë të vërtetën, domethënë nuk e ka gënjur, por e ka bën në një mënyrë që ta kamuflon, që mos me pas mundësi ai me zbulu. Këtu, domethënë, del në shesh se muslimanat nuk kanë shku që ashtu, siç e thave edhe ti,
pa përgatitur, por i kanë bërë ato përgatitje që i kanë pas në dispozicion që të jetë ballafaqimi sa më i suksesshëm edhe mos me pas diçka që është e disfavorshme me ta. Edhe kjo është pozicionimi, pastaj vëzhgimi që i ka dërguar vëzhguesit. Këto këto elemente, po mua më shumë dua që ta theksojmë për shikuesit tanë çështjen e vetëdijshmërisë që e kanë pas edhe muhaxhirët edhe ensarët. Pasi që pejgamberi sa më dha mundësinë që të zgjedhin, nëse dojnë të kthehen, se siç thotë ju nuk ma keni lënë, nuk ma keni dhënë besën që do të mbroni jashta Medinës. Po ato shka i thënë? Nëse e hyn, nëse zhytesh në det, edhe në det do të deportohen. Po, Sadin, më thonë që. Po. E këtu do më thonë nga kikën të vështrim se ata ishin dy palë, tash muhaxhirët pejgamberi një prej tyre, që kanë ardhur në Medinasit, që u quajtën edhe ensar që do të thonë ndihmës, edhe ishin ndihmës shembullor për pejgamberin alayhis salam. Në gjë të cilën edhe ata u besatuan me pejgamberin për këtë se do ta mbronin. Ata nuk bënën dallim në Medinë apo jashtë Medinës, ata dëshmuan. Edhe pse pejgamberi alayhis salam këtu, domethënë kur tham se ka dalë një herë spontanisht për karavanin, mirë po kur morën vesh se po vinë ushtria, atëherë e ndroi strategjinë. Siç e thaj këtë, ka çu vëzhgues, kanë marrë pozita, është konsultuar me pjesëmarrësit në Bedër. Edhe tash duhet pak të para përgatiten shpirtërisht dhe materialisht kundër këtyre që po vinë. Ta mbrojnë ato, të mbrojnë vlerat e Islamit, se ne mund të themi edhe kështu, domethënë nga një kënd vështrim tjetër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është largu prej Mekës, i ka zbrit një ajet, edhe pse është shumë rasti i çuditshëm. Tash po largohet prej Mekës, po dëbojnë prej Mekës, po dëbohet, a këtu i zbret ajeti kuranor, wa ma arsalnake illa rahmatan lil alamin. Ti nuk të kemi dërguar tjetër përpos se mëshirë për botrat. E tash kjo mëshira tash po dëbohet. Në këtë rast më thonë jep një mision këtij pejgamberit universal. Nuk bëhet fjalë vetëm për këto, për krejt rrezullin toksor. Çfarë shpresë, çfarë mëshirë për botrat, mëshira domethënë të cilat do të reflektohen në jetën e tij. Edhe një për atyre në betejën e Bedrit. Shiko ki pejgamber burr i madh, edhe tash po vihet edhe të lufton. Sa Allah subhanahu wa taala e përmend Kur'an se sa shumë domethënë prej kem min nabin qatil ma hum ribiyun kathira. Shumë pejgamber kanë zhvilluar lufta, nuk je ti i pari. Domethënë vihesh ti edhe në situatë për të luftuar. Kur bëhet sipas veprës, domethënë miren edhe masat. Tash është luftë, edhe duhet miren masa para prage, para përgatitje për betejë. Edhe andaj kanë ndodhur këto gjërat. Me konsultim, me pozitën, domethënë me përgatitjen shpirtërore, me stimulimin se xheneti është këndej. Domethënë, siç e kemi rastin me atë që Tevekuli në mbështetje, se na e cekëm, se para mendoni ti kupton se po vinë 3 fish një ushtri e madhe, atë që e thatë kur e ka pyetur beduinin. Edhe kjo është një prej strategjisë luftës, me marrë informata. Shumë e rëndësishme është me marrë informata. Edhe e pyet ki sa thernin, sa deve, tha një herë 9, një herë 10. Domethënë e kuptoj se, domethënë bëhet fjalë për 1000 veta. Domethënë 10 deve për 1000 veta. Me një atë e kuptoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A atë që është përgjigj prej ujit, nuk është përgjigj me një herë pejgamberi alayhis salam. Është largu, po nuk më treguat prej cilit uji. Kjo ka qenë përgjigje tërthorazi që lejohet në Islam për ta shfrytzuar, sidomos në kësi raste. Ai është hutu. Prej cilit uji, përgjigje nga ka dhënë pejgamberi, prej ujit, origjinën prej ujit, ai tu mendu disa ujra apo
Fiset ose fisi ose kështu. Ose për ujtë të Nejdit, duke Po, edhe vetëm pejgamberi alayhis salam është largu. Mirë, po kjo informatë e rëndësishme, aty kanë kuptuar se bëhet fjalë për 1000 veta. Këto kanë qenë, domethënë, ata para betejës Bedrit, ndodhi që ka ndodhur te besimtarët. Në betejën e Bedrit përplaset tauhidi me shirku. Edhe po ashtu përplaset cilësia me numrin. Çfarë mesazhi duhet ne si besimtar me përfitu nga fakti se një numër i vogël 313 ose 315 ose 317 musliman përballë ushtrisë e cila ka qenë e përgatitur maksimalisht, edhe ka qenë numri i saj 3 fishsa apo mbi 1000 ushtarë që kanë ardhur për ta bërë atë betejën vendimtare dhe ta mbarojnë punën e Muhamedit alayhis salam. Në kushte normale, nëse shohim këtu 3 me 1 vjen, në kushte normale, ata që kanë pas edhe në numër, po edhe në arsenal ushtarak, kanë qenë përgatitur. Në kushte normale secili mendon se ata do të kanë ndjenjë. Mirë, po Allah subhanahu wa taala ka dhënë do premtime. A premtimet Allah nuk e thënë premtimet. Nuk e thënë. E thot me një ajet intensurullaha yansurku. Wa yuthabbit aqdamak. Nëse ju e ndihmoni Allah, do të thonë fenë Allah, se Allah s'ka nevojë për ndihmë. Fenë Allah. Allah do t'ju ndihmon juve. Do të thonë kjo është premtimi. Mirë, po kushti është nëse jo përpiqeni edhe ja u forcon këmbët. Ja u forcon këmbët, do të thonë në atë fushë betejë se aty dridhen këmbët. Në fushë betejë fillojnë me të dridh këmbët. Ja forcon edhe këmbët. E kjo ka qenë, domethënë, ajo para përgatitje që shumë e rëndësishme shpirtërore. Na e thamë edhe më përpara se në kësi farë raste është shumë normale dikush dezerton, tik, s'ka ndodhur asnjë sahabi largohet nga fushë betejë. Nga fushë betejë nuk është larguar askush. Ka qenë domethënë një mbështetje te Allahu e fortë. Ku disa me qenë ata mos lëvizin prej aty. Ti mbesin besnik Allahut, po edhe ti mbesin besnik pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ky ibadet i zemrës, tevekuli, me të vërtetë është shumë i rëndësishëm. Është i vështirë, ibadetet e zemrës janë të vështira, megjithatë kanë arritë ta realizojnë dhe ta dëshmojnë se me të vërtetë janë të sinqert, vendosur, edhe presin realizimin, presin premtimin e Allahut, këto gjëra domethënë. Matematika ushtarake, të cilën e llogarisin njerëzit sot me numrin e ushtarëve, me përgatitjen, me arsenalin ushtarak dhe të luftës, në këtë situatë ka dështu. Por ka dalë në shesh atë që Allah thot në Kur'an në një ajet, thot kemi në fijetin kaliletin nga lebet fijetin këthiretin bidnillah. Po ka bidnillah. Kjo është e momenti shumë e rëndësi. Bidnillah, intensurullahi yansurkum, me lejnë Allahut. Nëse ndihmoni fenë e Allahut, Allah do t'ju ndihmon juve. Që do me thonë, nëse lidhshmëria e njeriut, e besimtarit, me Allahun është e fortë, edhe bon atë që ka brenda mundësive të veta, për me ndihmu fenë e Allahut, Allah do të ndihmon në momentet më të vështira, atëra do të fiton cilësia kundrejt numrit. Do me thonë, do të fiton besimtari kundrejt ati që nuk beson dhe nuk është në, do të thonë me quajtur në një raport armiqësor me krijuesin e tij Allahun subhanahu wa taala. Premtimin që e cekëm na, me kusht, nëse ndihmon Allahut, nëse ndihmon fenë Allahut, Allah i ndihmon. Kështu janë eduku. Edhe ata komandantët, më thonë, ushtarak, kështu janë eduku. Për shembull, e kemi rastin me Omer ibn Khattabin, kur e ka dërguar një ushtri, e ka marrë vesh se ushtria me të cilën do të ballafaqohen janë në këtë aspektet më shumë më të fuqishëm, më thonë materiale. Edhe çka i thot, çka i porosit ushtrinë vet, thot mos i shkelni urdhrat e ndalesat, ato keni, ata janë me pajisje më shumë, ju ndihmoni me përpikshmërinë ndaj Allahut. Urdhrat më shumë vend dhe ndalesat mos më shkel. Edhe kanë fitu. Kështu e kemi një aspekt tjetër me Salahuddin Eyyubin. Salahuddin Eyyubi kur e ka pa ushtrinë përballë, kanë qenë shumë.
Edhe çka shfrytëzon këtë rast? Ka qenë ditë e xhumë. Ka qenë ditë e xhumë, i thotë ushtrisë mos sulmoni, mos marshoni pa ju dhënë komandën. Edhe çka ka pritën kohën kur hi dreka. Do thënë dreka xhumaja. Edhe kur e kanë pyet pse ke bë këtë, ka thonë është ditë e xhumë, na për plot xhamia hatibat. Nuk ka hatib që mos lutet Allah ta forcon Islam. Ta kemi këtë ndihmë, se ato shumë janë, edhe ka kur fitore, salamin. Shikoni këto faktor, domethënë, kjo lehtëshmëria me Allah subhanahu wa taala është me të vërtetë një faktor për të kur fitore në fush betejë edhe në provime, prova, domethënë faktori duas për me. Po, domethënë e lut Allahun për me zbrit ndihmë. Ka kalu, duke e lut Allahun që shon duke thënë, o Zot nëse asgjëson e shkatron këtë grup të besimtar nuk do të adhurohesh më në to. Se bile pejgamberi alayhis salam kur e ka pas atë tendën e vet, ka dalë jashtë. Kur e ka pas shumë, 1000 veta me 300, domethënë shumë janë. Edhe me gjithat besim që e ka pas atë gjubën, domethënë në krah. Ebu Bekri ka qenë afër, thon i ka ngrit durt, i ka ngrit është lut, domethënë shumë. Sa i ka ra, xhubja edhe domethënë ashtu lut i ka ra xhubja. Ka shkuar Ebu Bekri, ja kanë në krah përsëri dhe i ka thonë haj se Allah do të realizon premtimet e tij ndaj tij. Pejgamberi Allah çfarë bindje me gjitha çfarë lutje. Këtë është shumë e rëndësishme që ta kuptojmë ne si musliman se pozita e lutjes në jetën tonë do të kenë një pozitë shumë e rëndësishme. Muhamedi Asam e tham, e ka bë konsultimin, e ka bë përgatitje sa ka pas mundësi. Besimtar kanë qenë ushtarët e tij të mbështetur tek Allahu subhanahu wa taala, kanë ndihmuar, kanë dalë për ta ndihmuar fenë e Allahut. Prap nuk e ka lënë momentet ku lutja pranohet për me u lutë që Allahu më i dhon fitore. Dërsa ne jemi në muajin e Ramazanit, nuk është më prioritare që ne të shfrytëzojmë këto net të bekuara që ta lutim Allahun në shan. Ti e din hadithin shumë. Nëse jemi lut gjatë jetës tonë Ramazan, duhet të shtojmë shumë fish, domethënë lutjet tona. Edhe duhet të qenë të bindur se Allahu përgjigjet lutje. Kjo është se para mendo, domethënë jemi lut gjatë muajve të tjerë, vjen Ramazani ti agjeron dhe lutesh. Para mendo si ka më qenë, domethënë edhe është ai hadithi që ato lutje që Allah si kthen udhtarit, prindit, agjerus. Edhe agjerus në momentin e iftarit e ka duan të bëjë. E për këtë çka kjo kur ta kuptosh ti se ai Allah s'ma kthen lutje, më duhet të shtosh të lutje. Kjo betejë e Bedrit ka qenë në Ramazan. Në Ramazan. Me të vërtetë, domethënë, edhe pse ka Ramazani kanë vazhduar ato gjërat e jetës të realizon, po edhe betejë, domethënë, edhe luftë. Edhe këtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, domethënë, para mendo sa i ka shtu lutjet me çfarë sa shumë i ka shtu, domethënë xhubja i ka ra prej kraharorit, domethënë, subhanallahu. Kush pejgamberi Allahut, të cilët Allahu shanohu, i ka thënë se do të ndihmoj pejgamberin e tij Nasran Azizan me një fitore të fuqishme. Ajete të ngjashme kështu ka pas shumë. Megjithatë, nëse inna lanansur rusulana, ne do të ndihmojmë pejgamberët tanë. Walladina amanu, ata që kanë besuar. Premtimi i Allahut është aty, Allah do ta ndihmon, po prap pejgamberi Asam duke e vendosur modelin që duhet ta ndjekim, është edhe mos ta harrojmë lutje. Pasi kemi krejt shkaqet, në fund na mbetet vetëm ai kontakti direkt me krijuesin ton dhe ta lutim që ai më na dhon fitore dhe më ndihmon. Edhe janë, domethënë ai kur përjetohet, rasti kur përjetohet është pak më ndryshe se kur flasim kështu. Sigurisht. Kur vjen përjetimi, domethënë ndjenjat ato janë pak më ndryshe. Shumë. Edhe për këtë shkak e shohim këtë pejgamberi alayhis salam me gjithë ato që i thekson. Tash është rasti, është momenti i përjetimit edhe andaj ai lutjen e ka vënë në atë mënyrë. Po gjendëruar besimtarët me këtë betejë dhe me betejë të tjera. Sprovat për muslimanët kanë filluar edhe në Mekë, kur i kanë torturuar, i kanë maltretuar, kanë marrë pasurinë. A nuk është koha që besimtarët ta kuptojnë se nëse ai është i përpikt në
ndjekjen e Islamit, në mësimet e Islamit. Se pa tjetër që do t'i vjen një ditë e sprovës, e ballafaqimin me të atë që është e kota. Mos mendojmë se nëse ne arrim që ti anashkalojmë apo ti menjanojmë krejt ato probleme, se kjo nuk ka mundësi me na ndodhë ndonjë sprovë, sikur kjo sprova e luftës, sikur sprova e dikush me na bo pa drejtësi. E kam për qëllim ajetin ku Allah xhallahu thot, a mendoj njerëzit se nëse thënë besuam në Allah, ne nuk do t'i sprovojmë. Këta ashabët që kanë qenë në Bedër, ato që janë elite ashabët, të cilët pastaj ka thonë pejgamberi sa veproni çfarë të doni, sepse Allahu i ka falë të gjithë ata që kanë marrë pjesë në betejën e Bedrit. Jeta jonë në këtë dunja, nëse mund ta quajmë një sallon i sprovave. Ku më shumë e ku më pak. Vetëm sprova, këtu në dunja nuk ka pas prova. Edhe mund të jenë të ngjyrave të ndryshme, vetëm se pas prova nuk ka. Mirë po, të sprovat, çka është më e rëndësishme? Durimi, sabri. Edhe hadithi thot, yubtala al-mar'u ala qadri imani. Njeriu të sprovohet, më të sprovohet. Mirë po, sprovat i shkojnë sipas imanit. Sprovat edhe të shlin nga mëkatet, po sprovat mund të jenë edhe shkak për ngritjen e gradave të njeriut. Andaj këtu, domethënë, njeriu kur sprovohet, shikohet se sapo bën durim, sapo bën sabër në sprovën e të cilën po e përjeton. Për këtë shkak, kur ta shohim nga ana tjetër, se për çdo send Allahu subhanahu wa taala shpërblen, për çdo gjë, për çdo ibadet shpërblen. Mirë po, durimin, sabrin e ka theksu pak ndryshe. Krejt në dallim prej krejt ibadeteve tjera. Ka thonë inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tash durimtarët do ta marrin shpërblimin pa fund, nuk i dihet fundi, domethënë. E kjo tregon se kemi sprovu, për të sprovu, domethënë nuk mund të ikësh sprovës. Mirë po, duhet të jemi të përgatitur të bëjmë durim, sprovën që e përjetojmë. Në islam, njeriu në islam, edhe sidomos në Ramazan, kalitet, bëhet i fortë, bëhet i dorushëm. Ne besimtarë, për dallim prej tjerëve, merra me një sprovë të ushqimit, për shembull. Kush do të jetë më i dorushëm? Ky besimtar që ka agjerime, më thënë Ramazane shumë më i kalitur, më i dorushëm, din se ta menaxhon situatën. Dikush mund bën panikë edhe ku me ditë Allah alem se çka, edhe. Prandaj sprova, edhe Allah subhanahu wa taala, siç e tha ajetin, e fahasiben nasu an yutraku wa yaqulu amanna fa hum la yuftanun. A kanë menduar njerëz se do t'i loj vetëm të thojnë besuam, edhe hiç pa u sprovu. Edhe kjo është me të vërtetë një realitet që ta kuptojmë nëse mundemi në këtë këndvështrim në shkollë, për shembull, në shkollë, nëse fillon viti shkollor. Edhe është e logjikshme në fund të vitit një mësues që thotë ti kaq notën, ti kaq, hiç pas një provë. Këtë kishin muanku, këtë po. Se s'm ka provu. E njëjta në ahiret, shpërblimi dhe dënimi nuk na kis provu Zot. Duhet ta kuptojmë këtë realitet. Ta kish vepru kështu Zoti, e kish pas me drejtë se Allahu xhëshan na din neve, din se çfarë kishim provuar. E di, krejt, po ne si njerëz, mirë po ne për ta kuptuar duhet patjetër kjo. Sprova është një pjesë e jetës. Njeriu është person që polemizon. Do të kishte hyrë në debat me Zotin ti më ke po pa drejtësi, pse s'm ke sprovu në këtë botë, pse s'ma ke të dërgu. Allahu për këtë shkak i ka dërguar edhe pejgamber. Kishte më jaftu mos më dërgu asnjë pejgamber. Nga se e ka marrë Zotimin prej shpirtrave tonë, se Allahu është Zoti ynë dhe do ta ndjekim atë, por Allahu nga mëshira e tij dhe për me vërtetuar argumentin kundër robërve të tij, i ka dërguar edhe pejgambert, edhe i ka dërguar sprova. Këtë janë këto
Allah subhanahu wa filtrat që krejt na i ka realizuar ato që na duan për neve dhe në natyrën tonë që jetojmë. Po edhe filtrat na e kanë do, natyrën e pastër. Se na e dim që Allah është Samet, nuk ka nevojë për asgjë. Krejt kanë nevojë për te. Mirë, po natyra e jetës tonë këtu është kështu. Edhe këtë ne duhet ta kuptojmë, ne sidomos ne si besimtarë më së miri prej krejtëve, këtë botë kuptim duhet ta dimë më mirë se çdo kusht tjetër. Prej porosive të kësaj beteje është se kur filloi beteja me diluftimin, ata që dulën nga pala e muslimanëve ishin muhaxhirët. Ishin nga ata që kishin ardhur prej Medinës në Mekë. Dhe kjo ishte kërkesa e mushrikëve të Mekës që thanë ne nuk kemi me juve. A ishte kjo një tentativ me kriju një lloj përçarje. Dhe sa u manifestua uniteti tek muslimanët, tek të cilët nuk ishte dallim kush është muhaxhir, kush është ensar, të gjithë ishin të gatshëm për ta ndihmuar fenë e Allahut. Këto pejgamberi alayhis salatu wasallam, siç e dimë ne, kur ka ardhur në Medinë, i ka vërejt ato fiset, më thonë, që i treguan besnikrin pejgamberit alayhis salatu wasallam ishin Aus dhe Hazraj. Mirë, po ata ishin në luftë. Në çdo herë kishin luftuar mes tyre. Kush i ka shkaktuar këto luftra? Jehudët. Prezenca e jehudëve në Medinë. Unë këtu dashur vetëm një shkëndit ajat. Kish me pyet dikush prej nga u gjetën jehudët në Medinë. Prej ka? Pse erdhën jehudët? E kam prit. Deshta ta shfrytëzoj, deshta ta shfrytëzoj rastin të them se kanë ardhur ato dhe kanë qenë me numër më pak se vendast. Mirë, po si me dominu, se ato shkaku ka qenë se në Tevrat kanë ardhur lajme se pejgamberi i fundit do të vjen në Medinë. Do të jeton një pjesë të jetës tij në Medinë. Edhe ato çdo herë janë livdu kur të vjen pejgamberi. Kjo ka qenë se pse kanë ardhur në Medinë, jo. Mirë, po kanë dashur me dominu si i kanë shtinë në luftë difise. Vendase. Kanë luftuar mes vetë. Pejgamberi alayhis salatu wasalam kur vjen i vëllazëron këta. I vëllazëron këta, po edhe këta, do të thonë ensarët, me fjalë me muhaxhirët. Ky vëllazërim një prej tre punëve kryesore që i ka pejgamberi sa. Po, dotimi i xhamis, pastaj ishte vëllazërimi mes me një xhamia si e bën një institut për shumë çështje. Edhe ibadet, po edhe ajo që quhet kushtetuta e Medinës që i rregulloi edhe raportet me ata muslimanë që janë në Medinë. Një Medinë të ketë aparatet e shtetit. Do të thonë çka i duan. Shpallët qytet-shtetën. Kjo jehudët i friksoi shumë. Ki hapi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe me të vërtetë kështu burrat e mëdhej kështu duhet me mendu pak. Se ne jemi njerëz, ne nuk mund të jemi 100% medikan me mendime. Jo, mirë ama mund të ketë shumë shkaqe për t'i bashku njerëzit. Shiko ato me pak diçka kanë arritë të dominojnë. Me numër më të vogël. E pejgamberi alayhis salatu wasallam një herë ka evitu këtë problem pa. E pastaj, pastaj vjen rasti mas 2 vjetëve edhe të gjenden para një beteje. Edhe në kësi raste shumë veta kërkojnë t'i përçajnë radhët. Pse do psohen është. Megjithatë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atë vëllazërinë që e bëri mes tyre ishte fuqishme. Ishte fuqishme që ata nuk dallonin njëri tjetrin më në këtë safë, në këtë radhë të luftës. Mirë, po kërkesa prej atyre me kazve, kurëshve ka qenë të kenë rivalet e tyre. Me rivalet e tyre ballafaqohen si shprehet populli ti qerojnë do hesape. Megjithatë ka ndodhur ajo që ka ndodhur. Hoxhë nderuar, si pyetja e fundit, cili sipas juve është mesazhi kryesor i cili duhet me i vedisu besimtarët të kësaj kohe e që e nxjerrim nga betejë e Bedrit? A kishte veçuar ndonjë moment nga kjo betejë e cila duhet vazhdimisht me qenë në kujtesën dhe në vetdijen e besimtarëve? Po, si mund ta përmbyllim këtë një mesazh kështu, se beteja, do të thonë, beteja e Bedrit një herë për një herë na jep
një mesazh se te numri nuk është çështja te numri. Nuk është çështja te numri. Na jep një mesazh se nëse Allah ka premtuar për ndihmë, e realizon premtimin, vetëm ti plotësoj kushtet. Dhe ndihma e Allahut. Tevekuli sjell shumë rezultate. Vendosmëria, besnikëria, sjellin shumë rezultate, siç i kanë pa pjesëmarrësit në Bedër. Pastaj njeriu kur e bën një vepër me ndonjë kohë, do të thonë, ka vlerën shumë më të madhe, edhe nëse pastaj bëhet me ndonjë vend me sasi më të madhe, do të thonë, nuk e zë këtë pozitë. Në kësi farë raste, Allah subhanahu wa taala shpërblen shumë. Do ta ilustroj pak, ta kuptojmë më mirë. Një adhurim, kur ndodh një adhurim edhe nuk e bën askush tjetër, ai adhurim, edhe nëse është me numër të vogël, te Allahu ka pozitë shumë të madhe, ka vlerë shumë të madhe. Shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një natë, ato e kanë ditë kur e falin namazet, edhe e kanë ditë kur e falin yatsin. Kanë pas muezinin, i ka ditë kohët e namazve, edhe ajo ka qenë rutinë. E dinë se në çfarë kohe falin namazet. Mirë, po një natë yatsin kanë ardhur sahabët në kohën përkatëse, pejgamberi alayhis salam, i cili ka pasur dhomën e tij ngjitur me xhamin, nuk ka dalë. Aty porin. Sahabët kanë ardhur natë është, ta falin yatsin, të shkojnë me fletë, po presin. Pejgamberi s'po del. Aisha ka filluar i thonë, ja Rasulullah, kanë ardhur sahabët më fal, pse s'po del? Pejgamberi s'ka dalë. Sahabët kanë filluar luhatën. Aisha i shikon, ja Rasulullah, kanë filluar të luhatën më. I kotja e gjumit. Pejgamberi s'po del. Para mendo, sahabët kanë filluar me gërhat, ashtu ulur. Aisha më, edhe ka qenë e re, ashtu e gjallë. Ja Rasulullah, se kanë filluar thot me gërhat. Edhe ka kalu shumë kohë, edhe ka qenë shumë e çuditshme, asnjëri prej sahabëve nuk thonë, ja Rasulullah, hajde më. Ja. Kjo është me rëndësi ta kuptosh çka do të thonë i dërguar Allah. Ai nuk bën vepër ashtu, do të thonë. Edhe mas një kohë, para sa kanë prit, Allah alem sa kanë prit. Del pejgamberi alayhis salatu wasallam i thot, a e dini se në krejt ruzullin toksor vetëm ju jeni duke e pritur yatsin. Para më da. Edhe ka bisedu edhe gjana tjera, po këtë dashta ta theksoj. E tash në Bedër, që Bedër, betejë e Bedrit, ka marrë një pozitë shumë të lartë. Pse? Në atë kohë, ka qenë betejë e parë që nxjerrës shpata nga Kallafi për të luftuar te Uhudi me shirku. Edhe këtu, domethënë, këtë mirë është besimtarët ta kuptojnë se pse ka marrë këtë pozitë betejë e Bedrit. Pastaj, ku dashta ta lidhi këtë rastin që e tregova me shpërblimin e Allahut. Allah nuk ka thonë për çdo gjë këtë që do ta cekë tash. Pasi ka mbaruar betejë, vjen Xhibrili alayhis salam. O i dërguar Allah. Këto që morën pjesë në Bedër, si i llogariti ju mesin e sahabëve, më të mirë. Ta pejgamberit. Ishte i gëzuar pejgamberi, nuk dezertoi askush, se qëndrueshëm luftuan bashkë, korën fitore. Tha këto janë më të mirë. Tha Xhibrili, tha, melekët që kanë prezantuar në Bedër, te ne melekët janë më të mirë. Subhanallah, edhe melekët kanë fituar pozita më të larta pse kanë marrë pjesë në Bedër. Xhibrili thotë melekët më të mirë në mesin e melekëve janë ata që kanë marrë pozitë në Bedër. Edhe ndoshta Allahu ka shikuar ka pjesëmarrës të Bedrit dhe ka thonë veproni çfarë të doni, më jeni të falur. Du ta ndëlidhe edhe një rast se njeriu kur bën kështu në një vepër, rasti ashtu ka qenë situata, e ka atë peshën e ajo vlera, peshën e ka në atë momenti që ka ndodhur, zbret kjo. Më thonë, bëni çfarë doni, pse thot Allah kështu? Bëni çfarë doni, më ja fon fal. Subhanallah. E kanë dëshmuar vetveten edhe. Kjo vetëm kjo tregon se çka do të thonë kjo betejë. Kjo pjesëmarrja e tyre në këtë betejë, zhvillimi i kësaj betejë. Si ilustrim ta krahasoj me rastin e Uthmanit radhiyallahu anhu. Kur ka qenë për Tebuk, kur kanë pas me shku, ka qenë shumë vështirë. Jeshul Usra, do të thonë ushtria në çastet më të vështira. E ka ardhur Uthmani, ka dhënë një pasuri
thojnë pejgamberi para atij rastit ka qenë këtë i mbrolur, këtë më thoni i mërzitur. Kur e ka dhënë atë pasurinë Uthmanit, thotë i ka ndriçuar, ka shkëlqyer fytyrën. Edhe çka thot pejgamberi Uthmani pas sodit, çka Nuk i bën do fare. të thonë, shiko, domethënë si kanë thënë Xhibrili që Allahu që kështu për pjesëmarrës ndër, tash pejgamberi po thot për Uthmanin. Kështu janë këto, domethënë këto vlerat. Shpresojmë inshallah që vëllezërit e motrët që e ndjekin këtë emision t'i mësojnë këto porosi dhe t'i marrin, domethënë për zemër edhe t'i bëjnë pjesë të jetës së tyre, sepse janë mësime që i bëjnë dobi edhe në këtë botë dhe në botën tjetër. Shpresojmë inshallah. Hoxhi nderuar, ishte kënaqësi t'ju kemi sonte në mezhlisin tonë. Allah ju shpërbleft dhe u pranoft adhurimin në këtë muaj të bekuar të Ramazanit dhe na bëft prej atyre që kanë shpëtuar në ditën e gjykimit dhe të hyjmë së bashku me pejgamberin tonë nëpërmjet derës Rayyan në Firdausin, xhenetin më të lartë të Allahut. Allah shpërbleft. Amin, amin. Dorë vëllezër e motra, ky ishte epizodi i dytë i mezhlisit në Ramazan. Ju përshëndes, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.